pasaj zbërthejet në kod dy penal, kryesorët i kenë kushtetutë, anë dhe bën i kenë kushtetutë. Se nuk është asnjëri konstitucionalist këtu. Po s'është konstitucion më burr. Tani, ata e shkarkuan me pikën C. Po të kishin siguri për dy të paras, kishin shkuar ke... E kishin zgjidhur me dy të parat. Mbledhja e Këshillit Bashkiak ishin improvizim. U detyruan ata me qef se kishin se janë gjithë bashkëpunëtorë të zotit Veliaj. Ishte C-ja vetëm që ishte... Kam me dhjetra akte dhe vendimet të gjykatave penale dhe civile. Në qoftë se tani dikush më nxjerr, edhe nga ata që na dëgjojnë ndoshta, një vendim i cili i referohet një neni kaq kushtetutës të këtyre niveleve gjykatave, unë triqem unë dhe ik. Nuk ka, ti mund ta kërkosh si të duash, por gjykatat e nivelit të parë dhe të dytë, bile edhe e larta, nuk njofin në argumentim në kushtetute, por njofin kodin penal... E gabim zoti Mes, mos tym të këto gjëra se janë shumë teknike ligjore. Po mirë, më lerë ta nxjerrë. Mos e thuj nuk njohin se nuk shkon. Mendon që nesër mund t'jetë një fitore për Veliajin, apo? Ta shpi argumente deri në fund. Jo pa qëllim e ndërtova që në moment e parë, kushtetut, ligj. Tani kemi një dispozit këtu, që nuk përputhet fare me kushtetutën. Pra ligj vëndsi, krahas dispozitave që ka kushtetuta, ka futur dhe një aneks. Dhe ky aneks nuk është vetëm për këtë kryetar e bashkisë, por është edhe për deputetët, ky aneks. Vetëm me ndryshim. Se ka me arsye apo pa arsye? Po, me arsye dhe pa arsye. Por nëse i deputet ngrihet dhe thotë zotëri, hape që kushtetutën, si më shkarkohet ti mua kështu? Pra, çfarë ndodh tani? Ngjarja po zhvillohet në një habitat ku neni specifik, i cili prevalon në të gjitha rastet, neni specifik, ka hapur një hapësirë për një akt i cili gjykohet anë kushtetues. Unë e gjykoj anë kushtetues. Unë e gjykoj. Por ligji i ka dhënë të drejtën në këtë dispozit këtu në pikën C, që po. Edhe pse është kushtetuta, i futet edhe një dispozit tjetër. Dhe nëse tani do të futesh në analizën e dispozitës të deputetit dhe të kryetarit bashkisë, e di cila është përgjigjja që t'jep gjithë analiza, thot, deputeti, për pozicionin e vet të lartë politik që ka dhe një mbrojtje tjetër. Dhe mbrojtja tjetër shoqërohet me atë me arsyetimin që me arsye ose pa arsye, kryetari bashkisë nuk ka një gjë të tillë. Pra ligji në mënyrë taksative thot, kalove 3 muaj. Dhe nuk pyet, po i bërë ato 2 të parat, automatikisht e shkartuar. Por dhe nëse mungon 3 muaj, dhe nuk të thot me arsye pa arsye. Ty nuk po kryen, dhe kush është logjika? Logjika është që ty nuk po kryen funksionin. Dhe vim tani, fakti që ligji dhe një dispozit që ti o zotëri nuk je më efektiv në vendin e punës, vin tek motivi që e detyroi vendimmarrjen që të shkonte në një vendimmarrje të tillë. Sepse ne gjithë themi Tirana është pa kryetar. Dhe kjo Tiranë pa kryetar ka hapur një problematik shumë serioze në qytetin e Tiranës. Zgjidhja më pozitive në këtë rast do t'i ishte që Erion Velia, i cili fizikisht nuk e posedon të drejtën për drejtuar Tiranën, të bënte një akt ishte sublim, një akt i pastër, dhe i thonte qytetarët të Republikës të Tiranës, i thonte di si është puna, duke qenë që si rrjedhimi masave shtrënguese antiligjore që ka bërë Filandën, ta mendosh, thellë ai është votuar, pse duhet ta japi dorëheqjen kur është votuar? Por ai shikoj dhe edhe po që është i votuar, Kikia ta tha mjaft qartë, por është shumë e qartë tani. Statusi ligjor i Erion Velis, marrëdhënia e tij me bashkinë lidhen absolutisht me vendimin e gjykatës penale. Pra, edhe sikur të mos merrej ky vendim këtu, Erion Velia pra shkarkimi nuk do ishte në analiza B, do ta lëm Tiranën që për arsye të një procedure dhe për arsye të një neni kushtetues që del realisht në këtë konflikt, a do ta lëm Tiranën pa kryetar? Dhe këtu vjen vendimmarrja politike, e cila tashmë po kontestohet. Nuk e di gjykata kushtetuese nëse do ta marrë në konsiderat C-n sipas analizës sime, apo do të marrë në konsiderat 2 nenet e gjykatës kushtetuese, të kushtetues. Dhe kjo ka bërë që ta mbyllun, që të ndeshen konstitucionalist, jurist,
avokat, të gjithë ndeshen dhe të japin të drejtë dy palëve. Kuptohet, gjykata kushtetuese do jap verdiktin do japi atë kush do